Seanca konstituive është thirrë me datën 15 prill. Ndërkohë kjo është thirrë edhe brenda afatit të kushtetues brenda 30 ditë nga data e certifikimit të zgjedhjeve parlamentare, që i bie se data e fundit që do duhej kuvendi ta përmbyllte një proces të tillë do të ishte realisht data 27 prill. Deri në këtë kohë është kohë e arsyeshme që kuvendi të konstituohet dhe ta përfundojë procesin e konstituimit, edhe pse data 15 prill ka qenë datë që do duhej të kryhej. Por ta marrim si shembull datën e fundit 30 prill. Pas kësaj date, kuvendi Kosova hyn në një ngërç politik që nuk dihet se si do të përfundojë, sepse mosvotimi i raportit të Komisionit Përkohshëm për verifikim të quorumit dhe të mandateve i bie që është rrugë pa tejkalueshme për me ardhur deri te betimi i deputetëve. Kryesuesi i seancës nuk i ka për detyrë të thirrë takime konsultative jashtë sallës plenare për çështjet që lidhen me konstituimin e kuvendit. Ka një raport të Komisionit të Përkohshëm që ka dështu. Do duhet që të hidhet në votim i njëjti raport sërish për të njëjtit komision të përkohshëm dhe të shkohet më tutje. Njëjtë sikur në vitin 2014, kur ka pasur probleme të konstituimit të kuvendit, periudha kohore e këtij ngërçi ka pas shkuar deri në 6 muaj. Një situatë e tillë mund të na përsëritet prapë, me veçanërisht tashmë mund të ndodhë që edhe me muaj më shumë se sa ajo periudhë në vitin 2014, sepse atku kemi pasur një vendim i cili është prodhu, është nënshkruar dhe është dërguar në gjykatën kushtetuese. Tani më nuk ka një vendim se çka të dërgohet, rrjedhimisht nuk do të ketë mundësi që të procedohet, që të vlerësohet pastaj kushtetutshmëria ose ligjshmëria e një vendimi të tillë. Pati edhe shkeljet e tjera të procedurës parlamentare. Zoti Dehari e ndërpreti në mënyrë arbitrare këtë seancë, ndërkohë nuk mori pëlqimin e të gjithë kryetarëve të partive politike ose përfaqësuesve të subjekteve politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Një situatë e tillë shkon ndesh me parimet e qeverisë së mirë, me parimet e sistemit e Republikës Parlamentare Demokratike siç është Kosova, sepse Kosova nuk ka kohë të presë që themelimi i institucioneve të vonojë. Detyrë edhe përgjegjësi e kryesuesit të seancës është me kryesuar seancën, me i ftu deputetët me votu, me hudh në votim raportin e këtij komisioni, por jo me ndërprer në mënyrë arbitrare dhe me thonë që do të shihemi në seancën e ardhshme mbas 4 tetorëve.